Po është nuk e ndiku shumë, sidomos në pjesën e bërjes së reforma, nuk e kem asnjë reformë politika fiskale, nuk e kem asnjë reformë të sundimi i ligjit, nuk e kem asnjë reformë në shëndetësi, në arsim, dhe ç'është më e keqja që këto reforma ose ndryshimi kem nevojë për përmirësim të imazhit të shtetit tonë jashtë në kuptimin e diplomacisë ekonomike, dhe duke mos i pas institucionet fuqi plote, padyshim që po ka pasoja dhe shohmi pasojat, jemi duke i pas shifrat, rritja ekonomike e kemi 3.6, inflacioni mbi 6%. Dhe këto janë indikatorët më të mirë se çka është duke ndodhur në ekonominë e Kosovës si rezultat i bllokadës institucionale. Fillimisht, kërkesa më e madhe e odës ekonomike të Kosovës është që të kena ministra kompetent, me integritet dhe profesional. Kjo është kërkesa strategjike. Po, kem nevojë për ndërmarrjen e veprimeve të shpejta. Kem nevojë për ministër vendimars. Kem nevojë për ministër i cili bashkëpunon me sektorin privat. Dhe çdo reformë që ndërmerr në bashkëpunim me sektorin privat. Nuk kem nevojë për ministra ignorant, për ministra jo kompetent, për ministra që ikin dialogut me sektorin privat apo bashkëpunimit me sektorin privat. Kemi pas fatkeqësisht përvojë këto viteve të kaluara, kështu që kërkesa jon, para se gjithash, është që të kena ministra kompetent, vendimars dhe me integritet. Për fat keq që në qoftë se kemi prapë zgjedhje, atëherë mund të themi që do të humbë Republika e Kosovës fatin e saj të integrimeve, fatin e saj të zhvillimit dhe të zgjerimit edhe diplomacisë ndërkombëtare. Pastaj në aspektin e politikave të brendshëm, Kosova do të humbë jashtëzakonisht shumë, sepse Republika e Kosovës e meriton që si vend i ri, si Republikë e re, që të ketë integrime dhe të ketë bashkëpunime dhe të ketë zgjerime në Bashkimin Evropian dhe me tutje. Në aspektin ekonomik, ne kemi të bëjmë me stagnim të zhvillimit ekonomik, kemi të bëjmë me stagnim të legjislacionit në fuqi, dhe kjo ka të bëjmë pastaj me të bëjë biznes Republikën e Kosovës. Në qoftë se vazhdohet me këtë gërç politik dhe bllokim të institucioneve dhe vazhdim pastaj të zgjedhjeve të tjera, atëherë sa i përket investimeve të huaja do të ketë zero investime, sa i përket zgjerimit të bizneseve do të ketë zero zgjerime, dhe kemi të bëjmë pastaj vetëm me mbrojtjen e bizneseve të brendshëm, sepse ne jemi dëshmitar, ashtu siç jeni edhe ju dëshmitar dhe opinioni i gjerë, shumë kompani të Republikës Kosovës kanë filluar që zgjerimin e kompanive të tyre ta bëjnë në tregjet e regionit, sepse Republika e Kosovës nuk është duke i ofruar mundësi për zgjerim dhe duke i ofruar siguri, sepse mbi 2 vite kemi gërsh të politikës dhe nuk kemi vendimarrje në aspektin e lehtësimit të bëjë biznes. Shtetet e regionit janë duke ofruar politike jashtëzakonisht të mira, një legjislacion jashtëzakonisht të përshtatshëm me periudhën kohore të cilën po funksionojmë, ndërsa ne kemi një ligje të cilat janë mbetur nga periudha 2015 e tutje, të cilat nuk kanë bërë asnjë plotësim ndryshim të tyre. Kemi një ligj në investime strategjike, e cili ligj është në 2017-2018 dhe nuk është bërë plotësim ndryshimi të tjera. Kemi pakot fiskale të cilat janë bërë në periudhën kohore 2015-2016, ndërsa nuk kemi asnjë plotësim të pakove fiskale, dhe kjo e bën që nëse vazhdohet prapë me këtë gërsh politik, atëherë nuk kemi të bëjmë pastaj me lehtësim të bëjë biznes, por kemi vetëm me një stagnim dhe me një bllokim të bëjë biznes. Kështu që dua të besoj që spektri politik do t'i lënë interesat e tyre personale, do t'i lënë inatet personale mes liderave të partive opozitare, por duhet të ulet, sepse spektri politik, unë mendoj që partitë politike janë në interes të Republikës Kosovës, në interes të qytetarëve, dhe interesi i qytetarëve nuk është për të vazhduar bllokimin e institucioneve, por është për të bërë një zgjidhje dhe për të bërë një lehtësim sa të mirë të qytetarëve dhe mirëqenies të tyre.